Pardon my French. Përshëndetje. Hello. Ta marr Arber, ma more hello. Ta kam marrë zemra ime, kudo që të shkoj në jetën time do them hello. Ta merr çdo të mërkur. Si the, kudo që të shkoj do të marr me vete, kudo. You wish. Filluan këta. Okej. Sa po filluam programin, jemi në Pardon my French dhe sot kemi në studio një mikesh, e cila po ashtu është specialiste në fushën e saj, është psikologja Anisa Zaxhe, e cila do të flas me ne sot për marrëdhënie. Për marrëdhënie të cilat kohët e fundit janë diskutuar shumë, flitet për marrëdhënie toksike, për njerëz narcist, për njerëz manipulator, ndoshta abuzohet me terminologji në rrjet, nuk e di, ti do na saktësosh. Dhe po ashtu, the star. Wow. Niko Komani. Wow. Përshëndetje, si a kaloni? Qa bëni? I turpshëm. Binjak me filtra. Mirë se vini një herë. Atmosferë fantastike. Uroj që kjo ditë apo këto ditë me shi t'ju kenë dhënë energji të mirë, se ndonjëherë njerëzit ndikohen edhe nga moti. Sot është edhe ditë e shenjtë apo jo? Është ditë e mirë, është nata e Kadrit apo jo? Se kemi lejen këtu që edhe ka argjeruar dhe po argjeron, kështu që na informon edhe me gjithë këto detajet e bukura. Nuk e di pse vjen me qesh. Se moj. E di që qëllimin e ka të mirë. Se jam i këndshëm zemra apo jo? Shumë faleminderit Arber. Dhe për gjithë besimtarët, Zoti ta pranon. Kemi edhe Baramin pak ditë më vonë, kështu që janë ditë të shënuara për gjithë besimtarët musliman. Tani, Anisa, po e nisim me ty. Këtu Prezente. Gjithë këtë kohë është folur për Big Brother VIP, ti je në dieni të situatave, pra edhe të mos jem, nuk është se më lën. Nuk të le njeri. Gjithsesi kohët e fundit po diskutohet shumë, nisur edhe nga marrëdhënia e Eglit, Gjestit, apo dhe marrëdhënie të tjera që mund të jenë krijuar brenda shtëpisë së Big Brother, po ashtu rasti i Valbonës edhe Laertit Valbonën ta kemi pak më vonë në studio. Pra kanë qenë disa marrëdhënie komplekse, jo vetëm marrëdhënie le të themi mashkull, femër apo vajzë dhe djalë, marrëdhënie raport dashurie, por edhe shoqërore brenda shtëpisë. Dhe po flitet për marrëdhënie që mund të jenë toksike. E nisem me abuzim të kësaj fjale, me rrjet që gëlon, le të themi, me komente nga më të shumtat, edhe pse nuk janë ekspertë të japin mendimet e tyre. Ti si e sheh situatën? Unë mendoj që Big Brother në vitet e fundit ka filluar që disa terma të cilat përdoren vazhdimisht, përdoren në rrjet, të përdoren edhe brenda shtëpisë si forma sulmi brenda banorëve me njëri tjetrin. Sa më shumë të zgjedhësh një fjalë të caktuar që ti e di që ka një lloj klikueshmërie, aq më shumë i mëshojnë asaj fjalës. Marrëdhënie toksike, unë mendoj që gjithë ambienti aty kthehet toksik në një moment, se në fund të ditës. Si ishte fjala më faqe ndërpres, laskarizohesh apo jo? Ç'a ishte? Do ta kërkonim në fjalor për ta kuptuar më thellë si fjalë. Se asnjëri prej nesh nuk e ka të qartë se çfarë. Unë deri ke fjala laskar kisha arritur, po laskarizohesh, nuk e di a është përjardhja e fjalës laskar, gjithsesi. Aty merr sens, pardon my friend. Aty merr gjithë kuptimin e mundshëm. Dhe aty i gjithë ambienti bëhet dashur pa dashur toksik, sepse mënyra si ata i krijojnë marrëdhëniet ka një qëllim që shkon për te një marrëdhënie në vetvete. Sado patjetër fakti që janë të mbyllur dhe ajo ka ndjesinë e një burgu praktikisht, sigurisht se kjo sjell që marrëdhëniet në vetvete të kenë toksicitet brenda, por nuk përdoret për të treguar toksicitetin më shumë se sa për të dhënë sulmen. Si mund të dallojmë një person narcist për shembull? Jam kurioze. Tani unë do mundohem të jap disa detaje. Manipuluese, dhe a ngjajnë këto me njëra tjetrën? Pra një narcist mund të jetë edhe manipulator? Një narcist është gjithmonë manipulator. Një manipulator nuk është gjithmonë narcist. Domethënë, të qenit manipulator është një nga simptomat që ne dallojmë një personalitet narcist. Të qenit narcist është një çrregullim personaliteti, nuk është thjesht një epitet që mund ta përdorim. Domethënë, çrregullimi i personalitetit narcist është një çrregullim siç ka çrregullime të ndryshme të shëndetit mendor, që në dijenin time personat që hynë brenda në shtëpinë e Big Brother kanë disa formular që ata plotësojnë, bëjnë disa analiza dhe gjitha këto që do të thotë nuk supozohet të hyjë një i tillë brenda në shtëpi. Ty të duket
është shfutur një tillë, do të thënë, mund të ketë në këndvështrimin tim, për të qenë e sinqert, unë sigurisht nuk shpenzoj shumë kohë për t'i parë gjatë gjithë kohës, që do më duhet i shija 24 orë për të dhënë një mendim të sakt, nuk mendoj, patjetër që në kushtet të asaj natyre dhe në kushtet të atij lloji presioni, njerëzit nxjerrin më të keqen në tyre, ashtu siç e nxjerrin edhe nëpër institucionet e ekzekutimit të veprave penale. Sepse është në të njëjtën formë, thjesht aty shtohet presioni se ke ca kamera ku të shohin gjithë njerëzit e shtëpisë, gjithë njerëzit që ke njohur ndonjëherë në jetë, dhe gjithë ata që do njohësh. Unë jam kurioz ku ndahet narcisizmi, le të themi, nga një lloj vetbesimi i tepruar në si ta ndahet nga shumë gjëra që është pak e vështirë. Një njerëz që ka thjesht vetbesim, shumë më i fokusuar tek vetja, zakonisht njerëzit që vuajnë nga çrregullimi i personalitetit narcist kanë një formë të tërë se si funksionojnë, është ajo love bombing e famshme që mund ta keni dëgjuar, pra në fillim të mbysin me dashuri, ta hedhin gjithë dashurinë dhe thonë që ti je më i miri, më i bukuri, më i zgjuari, dhe në momentin e parë që tërhiqet pak vëmendja, zakonisht shpërthejnë, kanë karakter që nuk pranojnë asnjëherë gabime, nuk dinë të thonë më fal, nuk thonë që okay, ndjes, ky është gabimi im. Pra kanë disa karakteristika, këto dhe shumë të tjera që e dallon nga njeriu. Këto karakteristika i kanë parë më së shumti ata që kanë shenjën në horoskop dash. Unë do të ndjes për gjithë ndeshjet. Si që ta vetë të thoja. Pra kemi një narcis në studio, Miko, a? Kush? I kishe këto simptomaja? Ja, për te shakas jo. Mendoj se është vetbesimi tek mua se sa pjesa e punoj domethënë shumë tek vetja. Do më duhet të njoh, Miko, nuk flas. Si gjë, jam kurioze. Mund të trajtohet po? Është shumë e vështirë sepse njerëzit që vuajnë nga çrregullimi i personalitetit narcist nuk e kuptojnë që kanë një problem, mendojnë që me ta është gjithçka okay dhe bota është probleme. Dhe kjo e bën të vështirë. Por nëse arrin të ta shohin tek vetja apo dikush i afërt ju a thot dhe ata të kenë besim mjaftueshëm sa ta ndjekin si çështje, nuk do thoja kurohet, por mund të mbahet në kontroll dhe mund të ketë një jetë shumë normale dhe marrëdhënie të shëndetshme. Nga se vijnë këto, Nisa? Çrregullimet e personalitetit nuk kanë ne nuk mund të themi një arsye të caktuar. Zakonisht familja, historitë e jetës, çrregullimet e personalitetit zhvillohen gjatë jetës. Ne nuk lindim të tillë. Kjo ishte. Do të thënë ne nuk lindim me një Jo, ato zhvillohen gjatë jetës në bazë. Jo, ne nuk lindim narcist. Nuk justifikojmë që unë kështu kam lindur, kështu jam, po ti thua unë mendoj që njerëzit në botë ndahen në dy grupe të mëdha. Ata që mendojnë që njerëzit lindin të këqij dhe ata që mendojnë që njerëzit lindin të mirë. Unë mendoj që thelbi i njeriu do jetë gjithmonë i mirë. Sigurisht, për shkaqe të nga më të ndryshmet, e keqja është brenda nesh, të gjithë kemi kapacitetin për të qenë të tillë, por sa më shumë ta njohësh njeriu, aq më shumë e kupton që zakonisht kur zgjedhin të jenë të këqij apo qoftë edhe të zhvillojnë problematika të ndryshme, është sepse mënyra se si janë rritur dhe situatat që kanë pasur i kanë çuar te kjo situatë. Po flisnim pak më parë edhe për pjesën e Big Brother Albania VIP, janë komentuar shumë nga raportet aty. Dhe në fakt është diskutuar po ashtu në rrjet që një marrëdhënie, le të themi, që mund të ketë të bëjë me të tillë persona, mund të jetë dhe ajo midis Eglit dhe Gjestit. Ama a është vërtet e tillë, Anisa, si e ke parë ti këtë raport? Në aq sa unë kam parë në fillimet e veta, mua marrëdhënia e Eglit dhe Gjestit më ngjau si një marrëdhënie shumë e zakonshme kryeqytetase, ku ne jemi shumë të dashur me njëri tjetrin brenda mureve të një shtëpie, por nuk jemi jashtë, nuk jemi asgjë jashtë, janë këto marrëdhëniet e reja moderne, të hapura më shumë se ç'duhet, ku secili vazhdon jetën e vet dhe njëri nga palët është më i impenjuar se tjetri. Njëri nga palët ja ka thënë tjetrit që unë nuk dua një marrëdhënie, nuk dua diçka tjetër. Po shenjat kanë qenë që i tregonte të kundërtën, në fakt. Jam shumë dakord, por kur fjala po flet, ndoshta ka ardhur momenti ta dëgjosh. Unë e kuptoj shumë mirë, unë mund ta kuptoj pozicionin që ti sheh disa shenja dhe thua, "Hëse, ndo po, ka frikë." Kjo është shpreha tipike e gocave. Me siguri ai ka frikë. Nëse ka frikë nuk do vi. Nëse kjo është e vërteta nuk do ndodhi ajo marrëdhënie. Sepse djemt zakonisht kur kanë frikë nuk i hyn asaj gjës fare. Janë natyra që i duan gjërat e qarta zakonisht, nuk para rrezikojnë, sidomos në marrëdhënie, duan ta dinë si do përfundojnë, ndjes çuna. Pra Anisa, po thonim që në këtë rast, pra në marrëdhënien Gjesti dhe Egli, nuk kemi të bëjmë me një marrëdhënie narciste. Pra, kur njëri nga të dy, po mendoj që manipulim ka pasur. Pak nga të dy anë.
A është marrëdhënie toksike? Po ta kërkojmë në fjalor, gjejmë pikërisht këtë. Pra nuk kemi të bëjmë gestit edhe eglit. Pra nuk kemi të bëjmë me një person narcis, sepse po abuzohet mendoj në rrjet duke shkruar terminologji dhe fjalë të cilat nuk i kuptojnë tamam. Sidomos në rastin e Gjesit, se unë mendoj që ai ka marrë edhe ndoshta ofendimet më të mëdha sidomos pas daljes së eglit, me një farë të drejtë nga një anë tek pjesa që ka pasur efektin e tij. Nga ana tjetër, egli dhe kushdo hyn aty janë mjaftueshëm adult në momentin që hyn, e kanë qartë që aty do gjejnë po ashtu njerëz adult dhe janë përgjegjës për veten e tyre dhe nuk është kaq e thjeshtë ta hedhësh fajin tek tjetri që dikush më bëri mua këtë dhe unë prej këtij bëra këtë. Kthe pak më përpara manipulim nga ana e të dyve, manipulim për si e mendon aspektin ndoshta edhe pak shkencor. Emocional, pra jo për arsye, nuk e shikon për arsye loje ose manipulim. Këtë nuk di ta them. Gjesti pak më i ftohtë edhe ndoshta po që manipulim ose është për arsye loje. Gjesti mund të jetë më i ftohtë në ndjesi ndaj eglit, po gjesti ka një kohë shumë më të gjatë i izoluar, që do të thotë automatikisht gjesti është më i rënduar psikologjikisht. Dhe si till bashkuar këtu se ai pati një jetë të tërë paralele në Big Brotherin tjetër, bashkuar këtu dhe me këtë sigurisht që ai ishte më i predispozuar të bënte zhurmën më të madhe në shtëpi, se thotë s'ka më gjë me hum, domethënë, për pak po humb mendjen, më mirë ti çoj të gjitha në djall. Ndërkohë që nga ana e eglit sigurisht ajo ishte pak më e gatshme për tu afeksionuar ndaj dikujt. Po unë mendoj që ka pasur një lloj manipulimi emocional nga të dy palët. Dikush ndoshta për të marrë pak më shumë dashuri se izolimi të bën që të kesh nevojë për një njeriu tënd aty brenda, është shumë e thjeshtë që aty brenda ti të lidhesh emocionalisht me njerëz, se ke nevojë për njerëzit e tu. Njësoj si në burg. Qartë. Tani që po flisnim për manipulim dhe me që pak më vëndoj edhe Valbona, mendon ti se Laerti në gjithë të lidhjen e tyre e ka manipuluar? Tani që unë të jemi sinqert nuk mendoj që Valbona ka qenë kaq e errësuar se çfarë po ndodhte me saj dhe Laertit, mendoj unë. Domethënë Laerti nuk është se ka treguar ndonjëherë ndonjë dashuri kaq të madhe dhe nuk mundet në një shtëpi që ka sa veta ishin aty, të gjithë pas kanë kuptuar. Dhe vetëm Valbona se ka kuptuar që Laerti në fakt nuk ka një ndjesi të vërtet kaq sa të luftoj bashkë me të. Dhe sërish këtu ka diferenca në moshë bën një efekt të caktuar. Laerti është në një moshë të caktuar, i ka kaluar ca gjëra në jetë, e shef marrëdhënien romantike shumë ndryshe se ç'mund ta shohë Valbona. Dhe për Laertin pëlqimi mjafton, po e shohim kur të dalim, sepse fokusi i tij është tjetër gjë. Ai ka hyrë në shtëpi për diçka tjetër. Kur hyn në Big Brother ti hyn me një qëllim për sa i përket karrierës tënde, nuk hyn njeri për t'u martuar dhe për t'u fejuar. Kush është më manipuluesi sipas teje? Brenda në shtëpi. Sa interesante, Jozi. Jozi është manipulues, Jozi manipuluesi, një tjetër epitet për Jozin. Anisa po thuaj pak më parë që ka patur manipulim në marrëdhënien e eglit dhe gjestit dhe ndoshta situata e saj e rënduar pasi doli dhe rikthimi. Sheh gjë ndryshim në raport mes tyre, pra edhe kjo darka që ëngrën bashk, folën me tone të qeta, egli i kërkonte falje, ai gjesti i kërkoi falje, u duk sikur ran dakord për fajet që kishte gjithë secili. Si është situatën? Edhe në vazhdimsi ndoshta. Unë mendoj që koha që egli ka kaluar jashtë, kur e pasur parasysh që doli shumë e rënduar, mendoj që e ka shfrytzuar pak në formën e gabuar, se mendoj që është munduar të marrë informacion nga të gjitha anët, që ti nuk e merr dot. Kur del nga Big Brother duhen 6 muaj të marrësh veten dhe të kuptosh që ke dal. Pastaj të kuptosh. Në rast se më të mirë 6 muaj. Se ka që nuk dalin kurrë. Egli kisha parë dhe meme për trupin e saj dhe aty thash ishin thjesht 10 ditë, si arritet të shikosh gjithçka. Prandaj po them, unë mendoj që nuk është shfrytzuar në kohën e dur, se ndoshta duhet të ishte fokusuar pak tek vetja e saj dhe ka hyrë me informacione pak të bëra lëmsh brenda vetes së saj dhe nuk po di këtë shfrytëzoj përpara. Dhe kur ti ke shumë informacion dhe nuk di kë nga kartat e tua të përdorësh, gjasat që të fitosh janë shumë të vogla. Do ta humbësh lojën, se duhet të dish se çfarë të luash. Dhe të gjithë shkojnë me një ide të caktuar për të fituar. Unë kam përshtypjen që dhe informacioni që marrin nga jashtë shërben ditët e para, maksimumi javën e parë dhe kam përshtypjen pastaj futen prapë në një. Unë mendoj që as nuk ju shërben me thënë drejtën, sepse gjithë sensi asaj loje është çfarë zhvillohet aty brenda dhe kush arrin të kuptojë këtë, arrin dhe të fitoj. Nëse ti do fillosh dhe fokusohesh te çfarë ndodh jashtë të gjithë kanë skelet nëpër dollape. Kushdo që hyn aty brenda hyn me valixhe të mëdha me vete. Dhe kur fillojnë këtë lojë, skeleti im është më i vjetër, i joti është më i ri,
asnjëri nuk fiton, të gjithë dëmtohen. Është si ajo shpreha, sy për sy dhe dhëm për dhëm na le të gjithë qorr. Nuk është se fiton ndonjëri. Jashtë maksimumi mund të marrim vetëm këtë barometrin e pëlqyeshmërisë së publikut po nuk do parë vi nga njëri, jashtë. nuk do vi njëri të thotë në sy sa i nat kam unë ty. Gjithë do vinë thonë sa e mirë je ti, sa i keq është ai. Të pyes diçka, pse vitet e fundit në të vërtet jemi të fiksuar, pas dramës e kuptoj, po pse duhet patjetër të tregojnë dhunë? Se jemi popull i dhunshëm. Se jemi popull i frustruar. Ne jemi shumë të frustruar si njerëz dhe kjo vërtetohet. Fitimtarët e fundit të Big Brother na tregojnë gjithçka që ne duam të dimë për këtë popull. Në këtë vend ka shumë frustrim, ka shumë inat, ka shumë lef të mbledhur, ka shumë njerëz që nuk i kanë arritur gjërat e tyre dhe kanë nevojë që këtë gjë ta bëjnë të zhurmshme dhe dikush t'ju thotë që po, bravo, ti arrite të fitosh këtë gjë, sepse Big Brother VIP në të vërtet mbledh njerëz që duan të arrijnë diçka të caktuar. Në mendimin tim, nëse ke diçka për të humbur, nuk hyn në Big Brother, se do e humbësh, e sigurt. Se minimalisht njerëzit që të ndjekin, edhe ata që do të kenë qef, do fillojnë do ndahen. Se do jetë dikush tjetër që mund të jetë pak më interesant se ty. Dhe ajo që tregohet për popullin tonë në këtë moment është që vërtet ne kemi një ngarkesë shumë të madhe emocionale, jemi popull i frustruar, nuk dim të shprehim emocionet, jemi inatçinj. Kur dikush arrin diçka, ne themi që se ka arrit se është çuni filanit nipi fistekut. Nuk e mendojmë që njerëzit luftojnë për të arritur aty ku janë. Okej. Sa interesante. Po pra se të gjithë pëlqejnë këto që zihen, këto që edhe brenda aktualisht në Big Brother. Rozanës gjithkohë si përmendin familjen e saj dhe nuk merren që familja e Rozanës ndjes past, ka kohë që nuk jeton më. Rozana ka krijuar vetë emrin e saj deri tani. E kemi mbajtur ne në skenë, nuk e ka mbajtur më babai i saj. Nuk të mbajnë dot njerëzit që nuk janë në skenë, në skenë mban veten. Populli, nëse të pëlqen do të mbajë aty, nëse nuk të pëlqen do të heqë. Dhe ky është fakt që kemi shumë personazhe që pavarësisht bujës që kanë bërë, u zhdukën, ikën si fluska sapune. Dhe unë bëj pastaj podcastin ku ke humbur. Dhe kur i fton unë kam humbur. Unë do të di si ndikon një marrëdhënie me një person narcist në vetë vlerësimin dhe mirëqenien emocionale të tjetrit. Keq, shumë keq ndikon të shkurt, që të zgjerohen pak më shumë. Një marrëdhënie me një person narcist të bën të besosh që gjithkohës gabimi është tek ty, zakonisht janë shumë të afërt ta bërë këtë gjë, po ashtu janë shumë charmant zakonisht, pra është e vështirë që ti kesh inat. Kanë tendencën të tërheqin shumë vëmendjet e vetja. Po vazhduam kështu, do të japim recetë në fund. Po një lidhje mes dy narcistësh, që janë të dy narcistë, çfarë ndodh? Nuk ndodh, gjithmonë njëri është viktima e bërë, mos shpreso. Mos shpreso. Narcisti e zgjedh si viktimë, si patjetër. Është fiks, ngjan fiks si një zgjedhje. Ata zgjedhin zakonisht personazhe që mund të jenë pak më të tërhequr për t'i nxjerrë në pa dhe për të thënë unë të bëra, kjo është drita ime, është spotlighti im. Mund të ndodhi edhe e kundërta, të zgjedhin personazhe që janë tashmë në spotlight për t'i treguar vetes së tyre që unë mund ta bëj këtë gjë. Por zakonisht i shkatrojnë së brendshmi dhe njerëzit fillojnë ta humbin dritën. Vetbesimin, po. Anisa, ty të ka ndodhur me gjithë eksperiencën që ke, besoj që ke patur raste të pacientëve të cilët kanë patur një marrëdhënie të tillë. Domethënë, cilat janë këshillat që ju jep zakonisht? Ndau. Rapo. Ajo që mua më ka ndodhur se ma kanë bërë her pas here këtë pyetje, nuk kam asnjë rast unë personalisht dhe kem pasur pacientë të cilët vuajnë nga çrregullimi i personalitetit narcist, sepse ata zakonisht ndoshta tek ti kanë ardhur viktimat. Eksakt. Viktimat po, më ka ndodhur shpesh të vinë, por zakonisht kur ato vinë, në shumicën e rasteve marrëdhënia është duke mbaruar. Dhe në terapi gjithmonë kur ti shkon, është edhe një test shumë i mirë për marrëdhënien, se në terapi ose marrëdhënia forcohet ose ndahesh. Okej. Se sa më shumë të rritesh ti, aq më shumë kupton për marrëdhënien se çfarë funksionaliteti ka. Dhe që një marrëdhënie të funksionojë, palët duhet të rriten të dy bashk. Nice. Tani, ta kalojmë fakto se nuk e di, Anisa na futi në një botë shumë interesante. Jo, unë po mendoj që të nis terapin. Tu mendon gjithë për lidhet e veta, mos e sheh ti narcist apo jam unë, kurse. Duke bërë një emision për terapi. Për terapi. Të kalojmë pak ta zbusim situatën tek sfera e Nikos, që po ashtu lidhet edhe me psikologjinë, sepse kam përshtypjen që veshjet që zgjedhin zakonisht banorët më të shikuar të momentit
kanë të bëjnë Veshja është me sigurie, edhe me personalitetin, edhe me personalitetin e tyre. Besoj tani Niko na thot kush ishte të shtunën dhe mbrëmjen e djeshme më in dhe më out dhe pastaj diskutojmë edhe këtë pjesën e Ka një personalitetit. veshje të caktuar narcisi Niko apo? Po, ka gjithmonë diçka që tërheq vëmendjen, mendoj, apo? Apo jo. Jo gjithmonë. Domosdoshmërisht. Di që kur je i ngarkuar emocionalisht, të paktën më ka rastisur të vesh disa mikeshat e mia për në Big Brother. Ato prime un kam qenë shumë i kujdesshëm se sa në primet e tjera. Pra kam qenë pak më veshja ka qenë pak më serioze, pak jo aq glam, kupton, sepse do fliste për diçka serioze dhe nuk ishte një dramë normale. Atëherë, të shtunë të martë është rikthyer Danja on top. Mua ka qenë, nuk e di. Në vend të parë. Një yll, edhe dje, edhe konfirmon Anisa. Yll është. Fizikisht dje dhe kur ra. Dhe mendjen e ka çua. Ishte rënja më e bukur. Ishte rënja si një kukull. Pastaj mund të them Loredana dhe Rozana. Dje. Mendoj që të shtunë kisha vetëm 2 vajzat, Loredana dhe Danja, se të tjerët ishin veshur pak të veshur. Rozana kishte ndruar vetëm ngjyrën e kostumit. Po, dhe flokët njësoj, thuajse. Dje më pëlqyen vëthët e Rozanës. Që bën ishin hit i mbrëmjes. Te dhoma e gjumit. Dhe të veshur më keq mendoj gjithë të tjerët. Dje më ka pëlqyer dhe Egli. Okej. Të vërtetën, dje më ka pëlqyer se e kam parë me detaje, ka qenë mendoj se prime i saj që e kam parë. Po, edhe ishte shumë spanjolle me trëndafila. Ishin edhe akoma dhe getat ishin me trëndafila 3D, pra që janë jashtë, po të veshur keq ishin thuajse të gjithë dje, domethënë nuk e di, mendoj se ka qenë shumë një nga primet më pa fjalë, domethënë shumë pak veta të veshur mirë. Marta e zez. Nuk e kuptova kur edhe pse Gertën e kam qef, atë veshjen në djeshme nuk arrita dot ta lidhje. Ta logjikoja dot ngjyra. Mua më duk nice dje, apo ndoshta çfarë të kthej përmbys? Çfarë pse të pëlqeu? Po më pëlqeu se më duk shumë stil, po unë nuk jam stiliste që ta. Ama tani se kam thënë dhe tjera. Mos më bëni këto numra. Se kthejmë dot mbrapsht ta rishikojmë edhe një herë. Po, e thash unë, më pëlqeu. Mendoj që duhet të jenë stilistët, se kanë ngelur edhe pak javë kushdo që merr të jenë pak më të kujdesshëm me ngjyrat e veshjeve, sepse ato janë xhan në një ambient me shumë ngjyra, e për më tepër kolltuqet kanë një ngjyrë specifike. Pra veshja ose do t'i bëj të dallojnë ose do t'i zhduki. Siç dje u zhduk, sepse edhe Danja i kishte në ngjyrë nude, por kishte gurat, pra ishte shumë glam. Ishte më glam se sa i Gertës. E vazhdoi, them njerëzve që merren me Loredanën, i lutem masat. Gjeni tamam. Gjeni tamam se tek pjesa e gjoksit gjithmonë. Do të thënë ajo bukur ngjan, por mund të ngjante edhe më bukur. Bombshell ngjan. Është bombshell, po mund të ngjante edhe më bukur, më të merrte ajër. Ose është dobësuar Loredana dhe nuk ja gjejnë dot masat tamam. I ka të ngushta. Që ka shëndosh. Publicitet. Na falni për frëngjishten, po i kena hyt thellit në këtë program sot. Çfarë ke Niko? Po qesh për momentet e tua kur ke qenë fëmijë që po më tregoja. I kuko. Bëjmë pyetje psikologës, patjetër. Tu ta shfrytëzojmë në maksimum. Filloni me hallet tuaja, tash dini Big Brother. E bukur është po që duam të dimë dhe ne. Jo vetëm se i përket temave. Gjithmonë edhe tek vetja, se për shembull unë gjithmonë e kam konsideruar të futem brenda në shtëpinë e Big Brotherit, por them çfarë ndodh me psikologjinë e një njeriu. Kam son arbri. Arbri nuk është rast normal arbrit. Është rast për studim. Fituesi si më pëlqyer gjithë kora. Po kora tjera, po janë bërë më agresiv njerëzit. Janë bërë më agresiv, është vërtet. Çfarë ndodh domethënë me psikologjinë e një personi që është 24 orë i izoluar me kamera, irritohet, bëhet agresiv natyralisht, dashur pa dashur kërkon të krijojë grupe të veta, domethënë ajo që akuzohen shumë shpesh banorët aty që po krijojnë grupe, ajo është mënyra si funksionon njeriu human. Ne funksionojmë me komunitete, gjithmonë do krijojmë grupe. Kudo të na hedhësh do kemi tendencë. Pra qenka normale, mos toni keni grup se qenka është shumë normale si gjë. Ajo tregon më të shëndetshëm. Aty njeriu që zgjedh të jetë vetëm duhet të jesh i kujdesshëm ndaj. Se ajo nuk është për njeriu nuk është normale të luftojë vetëm. Asnjë luftë nuk bëhet vetëm, edhe luftrat jashtë kanë gjithmonë ushtar, ka shumë aleat.
nuk bëhen gjërat vetëm. Humani nuk është krijuar për ta bërë jetën vetëm. Ne jemi krijuar për ta bërë jetën me njerëz. Është shumë i rëndësishëm njeriu për njeriu. Me këtë përgjigje ke 1% më shumë që ti të futesh apo? Domethënë nuk bëhet, nuk është i lehtë. Definitivisht nuk është i lehtë. Unë siç e thashë përsëris, nëse hyn në Big Brother duhet kesh asgjë për të humbur. Duhet hysh me idenë që gjërat mund të shkojnë për drejt të gjitha. Por patjetër ekziston dhe mundësia që po aq lart mund të ngrihesh. Por duhet ta kesh parasysh që s'duhet kesh gjë për të humbur, se mund të zhdukesh nga skena shumë kollaj. E shefli, ke ndonjë gjë për të humbur? Kam shumë për të humbur. Atëherë nuk është për ty. Kam shumë. Anisa, nëse dikush që del nga shtëpia e Big Brother Albania VIP nuk është shumë, le të themi, nuk po mësohet me këtë jetesën jashtë, do t'i këshilloje terapi? Mendoj që apo mund të menaxhohet edhe vetë? Jo, mendoj që kush e kupton realisht forcën që ka ajo e kërkon terapin dhe e kanë kërkuar terapin. Ata që duan realisht të dalin nga ajo zhurma e Big Brotherit dhe të vazhdojnë jetën e tyre normalisht. Ata që pastaj kapen pas zhurmës apo jehonës së Big Brotherit, do të thotë që ka diçka që ka një disproporcion të realitetit të tyre dhe të asaj që ata kanë dëshirë të jenë. Pra mund të ngeci një banor për vite të tëra në... Po, mund të ngeci, sepse Big Brother në thelb është një situatë e izoluar dhe ashtu si individët të cilët mund të jenë në institucionet e ekzekutimit të veprave penale pasi dalin ju duhet punë me veten për reintegrimin në shoqëri, pak a shumë e njëjta gjë është edhe Big Brother. Pavarësisht faktit që ti ke vazhdimisht kontakt me njerëz, sepse Prime të ndihmojnë që ti të jesh në kontakt, po ti vesh re, po ti lesh një Prime mangut, situata është shumë e rënduar pastaj sepse humbin kontaktin me çfarë ndodh. Ka ndodhur vetëm një herë këtë edicion edhe në fakt ai Prime ka qenë. Ti sapo më dhe një ide biznesi që mund të hap një azil rehabilitimi për të gjithë Big Brotheristat që nga 2008 deri më sot, domethënë ne kam punë në garantuar. Jo, sidomos mund të çosh diku në natyrë, në mal për tasin. Të bëjmë një program po. Anisa, duke lidhur me pjesën e Nikos, i cili të mërkurave këtu me ne komenton se si vishën, se si e kanë dukjen e tyre. A tregon kjo për personalitetin e tyre dhe a ka të drejtë Niko kur thotë që nuk e di ai ke vënë re, domethënë se si janë shfaqur në Prime, por gocat që gjithmonë kujdesen më shumë në Prime, ndoshta janë dhe ato që kanë peshë edhe në program apo nuk ka lidhje kjo? Unë mendoj që veshja ka rëndësinë e vet. Jam me parimin që veshja është mas sigurie, siç thot Grida Duma. Mendoj që unë i kam shumë qejf gocat që din të vishën me kostume dhe ta veshin në formën më femërore të mundshme. Ashtu siç ka vajza që mund t'i veshësh fustanin më hirushe të mundshme dhe nuk do ngjaj kurrë mjaftueshëm femërore sa do të përpiqet. Kështu që patjetër që veshja tregon për to, por mendoj që në këtë rast tregon më shumë për mënyrën se si njerëzit që ja sjellin veshjet duan që ato të duken, se ato nuk e kanë shumë të qartë. Është një mesazh që ata ja japin. Anika. E di është e vërtet. Ta them si një stilist jam marr. Mund të na thuash me detaje. Sa po thash e parë që për shembull i keni gënjur shumë aty brenda. Kur ka pasur situata serioze, unë kam qenë tepër i kujdesshëm, domethënë kam qenë tepër serioze edhe në look. Ka pasur momente të tjera që edhe kam egzageruar apo e kam lëshuar dorën me gjatësinë edhe këto, po është e vërtet që ato veshje të paktën si tek Kiara, si tek Sara, kam parë që kur i hapin gëzonin dhe i nxjerrin syt zemra dhe aty kuptoja që ajo gjë i lumturon, po është diçka. Janë një mesazh për ata që janë brenda. Po kur janë kështu në ngërçe dashurie si Egli me gjestin, çfarë do çoje? Jo, se sa po spionoj diçka, ma janë mesazhe, nuk janë mesazhe zemër. Janë mesazhe. Niko. Jo, asgjë. Domethënë nëse fustani këtë Prime është i zi, këtë javë ke qenë. Po duhet të dish, duhet të kenë parasysh stilistët për fat të keq, nuk e di nëse Nikos i ka ndodhur që zakonisht ato që janë aty s'ja kanë aberin hiç, domethënë këta mundohen shkretët çfarë nuk i çojnë i flasin. E di pse sepse për shembull me disa njerëz jam marr, kisha thjesht 3 gjëra. Një ngjyrë dhe 2 detaje, kaq që i njihin ato. Okej. Për shembull, mund të cila ishte ngjyra që ishte dram këtë javë? Jo, mund të them për shembull që me Sarën që i kisha më të freskët, vëthet e mëdhenj ishin jetmerr. Dhe shkuam vetëm në një Prime. Ajo nuk i vuri kur, e kuptoi, e mori mesazhin e saj. Okej.
Dhe shumë keq këtë që po e them për stilistët, Besoj por nuk po. funksionon e njëjta gjë me Rosin. Besoj Rosi Jo, ka jo, çuar. Rosi po i çon në shëndetshëm se Rozi yll me këto votët. Që ka Dgjoj, mirë. unë mendoj, nuk e di nëse ti ma konfirmon Anis, që nëse një banor i shtëpisë më të ndjekur ka disa detaje që e identifikojnë, mund ta bëjnë edhe më të thjesht pastaj edhe këtë pjesën, pra kapuçi e dim që atë kapuçin me topa e ka Rozana, vërtet e mdhej një ka Rozana. Ka disa detaje që e bëjnë më të identifikueshme se pjesa tjetër, të cilët ndrohen her pas here dhe nuk kanë patur diçka që i personifikon. Unë mendoj që në momentin që ata zgjedhin që të personifikohen me diçka, Ose gjesti me peliçe, është dhe roz mënyra, apo është dhe mënyra se si ata vendosin statusin e tyre brenda shtëpisë Big Brother. Do të thonë mund ta vëmë shumë lehtësisht te portokallia. Po të vesh, prandaj te po them, po. portokallia ata zgjedhin diçka dhe kjo është mënyra si edhe populli pastaj i identifikon. Domethënë kapuçi me topa është njësh për pjesën edhe të portokallisë, Kapuçi kështu Mickey që. Të pyes, mendon se personazhe, vazhdojmë tek veshjet, personazhet e Bigut, para se të hyjnë aty, ndodh apo hum gjatë rrugës të ndërtojnë një imazh me veshje e vajzës mirë apo Mendoj që vetëm për tentojnë. për publikun? Mendoj që tentojnë ose të vajzës mirë ose të çfarëdo lloj imazhi që ato mund të duan të tregojnë, po hum shumë shpejt. Mendoj që Gjatë Arbi rrugës, dhe po. Jonida mund na e thonë atje brenda ti nuk mund të menaxhosh kaq kollaj gjërat, nuk është kaq e thjeshtë që ti të jesh gjatë gjithë kohës, sidomos për ata që hyn si VIP-a dhe ata kanë një emër tashmë në publik. Domethënë, ata hyn me idenë që do ruajnë diçka, po e vërteta është që aty brenda ti e kupton shumë shpejt që se në thelb asgjë në jetë nuk kontrollohet për të gjithë njerëzit që janë të fiksuar pas kontrollit. Dhe sa më shpejt ta kuptojmë këtë, aq më të thjesht do ta kemi jetën, se zakonisht kjo krijon dhe një ankth shumë të madh. Dhe ata aty brenda të gjithë tentojnë që ta kontrollojnë çdo gjë që do vi dhe kuptojnë që s'munden. Dhe kush e lëshon Është zakonisht? vështirë të mbash një kontroll, po. Kemi publicitet Arbër, kemi kushtongohet Jonida do thotë që jeni hapur publicitet. kemi publicitet, rikthehemi për pak. Ej, po u kënaqëm sot, Anisa? Edhe Alisa, pak do nuk e ftoni di. çdo javë. Nuk e di pse po e ndjej deri tek finalja të psikologjisim të gjithë situatat që ndodhin aty. Anisa, ti the që e ke ndjekur pak në fakt këtë edicion të katërt, po a do të specifikoje dikë që vërtet ka dalë në pa për le të themi një karakter të fortë, luftarak, Në aq sa unë e kam parë, ose disa, se mund të jenë disa që po luftojnë fort. personazhet që mua më kanë pëlqyer deri tani është Rozi, se më duket gocë garipe, thënë kështu në duhet të përditshme. Si shikoj. O zot, po mos më shikoni mua se vazhdon lista. Dhe Rozi është që është. Ne kam seriozisht. Janë të gjithë të ftuar që vinë pyetja e parë që Jo, se pëlqen Rozi. Jo, Po, pardon. Vazhdojmë. më ka pëlqyer gjithmonë se shkruan shumë bukur Jo, dhe ma mendoj sa që bëjmë, njerëzit që dëgjoj. shkruajnë shumë bukur Dhe Anisa shkruan shumë bukur. Ne ngacmojmë Jonçën, po ne të gjithë e duam E Rozi. Shikon? Unë i pari e dua shumë Rozin, kështu Ja, u rrëfyen të gjithë, E jeni shikon? dashpëtove. Ma akuzuan kot. Dhe Danja më Okej. pëlqen shumë. Danja për mua është një vajzë në pamje shumë e bukur. Edhe Domethënë, Danjën një e nga ato duam, po. bukurit objektive që nuk ka askush s'mund të thotë që s'është e bukur dhe ka vërtetuar që vajzat e bukura mund të jenë shumë të zgjuar. Okej, nice, shumë nice. Kë shikon fituese. Fituese ose fitues? Ja, me që i pëlqejnë dy, i bie mes këtyre dy ndoshta apo. Mes të dyjave mendoj Rozin. Rozin, okay. Okej. Dhe një pyetje, siç Se kam edhe një postim që ka bërë Anisa dje që dua ta ndaj. Pak pikant apo jo? Jo, siç pam është shumë interesant. siç thua, këto të dyja janë nga dy më luftaraket. Ke parë ndonjë personazh, mbase nëse mund të thuash emër që në të vërtet është problematik? Në çfarë sens? Problematik në çfarë? E tha pra manipulatorin e zbuluam. Tjetër? Jozi për mua është shumë problematik. Për mua nuk duhet kishte hyrë. Problematik apo manipulator? Se problematik nuk Okej, të problematik. Të dyja bashkë. Për mua Jozi ka shfaqur shenja dhune. Dhe unë individët që shfaqin shenja dhune për mua janë shumë këto se 5 minuta e ka pastaj është shumë i mirë, ashtu vriten njerëzit, se kanë një 5 minutë shumë të keq, kështu që është momenti që bëhem shumë serioze. Personazhet Big Brother që kanë shfaqur VIP, kanë shfaqur dhunë ndaj vajzave dhe ndërkohë janë VIP, ka disa dhe për mua janë shumë shqetësues. Okej. Po kaloj pak tek postimi i Anisës, po na ndjek Andi Vrapi ndërkohë të puthim. Emër. Po harxhon municione të rëndësishme në betejë të panevojshme.
Nëse pyet ushtarët nazistë të luftës së dytë botërore, një pjesë e mirë e tyre mund të mbajnë me ditë me arsye pse lufta e tyre ishte e drejtë. Kështu mund t'ju ngjajnë shpesh bisedat me prindrit tuaj për sa i përket të shkuarës. Ata mund të mbajnë mend diçka tjetër nga ajo që mbani mend juve. Nëse vazhdoni të hyni në këto debate, në të cilat lëndoni vazhdimisht një plagë që punoni kaq fort ta shëroni, e vetmja gjë që po arrini është që po zgjasni kohën e shërimit. Nuk do të thyesh kurrë një mallkim brezash për sa kohë që je i zënë duke u përpjekur të kënaqesh e të bindesh brezin që është i mallkuar. Anisa, më pëlqeu shumë ky postim. Edhe kam përshtypjen që lidhet shumë edhe me situatat apo çështjet që ne po dëgjojmë së fundmi apo jo. Unë mendoj që ne kalojmë një kohë shumë të madhe, sidomos kur rritemi, për të munduar të bëjmë paqe sidomos me prindrit, për shumë gjëra që i mbajmë mend ndryshe, sepse rrallë herë prindrit i lëndojnë fëmijët me dëshirë dhe me vetëdije. Shumë shpesh kjo gjë ndodh pa kuptuar dhe pa qenë qëllimi i tyre. Po, siç ka thënë një burr me mend, rruga për në ferr është shtruar me qëllime të mira. Fakti që qëllimi është i mirë nuk do të thotë që rezultati domosdoshmërisht është i mirë. Dhe kur ne rritemi, kemi përgjegjësi mbi veten tonë dhe mbi të gjithë me ata që ne do sjellim më vonë në jetë, që të mos rrimë kokën mbrapa të sqarojmë situata të pa shëruara, sepse personat përballë nuk do kenë kohë të bëjnë ato faljet e tyre dhe shlyerjet e tyre, kështu që e mira është të fokusohemi pak tek vetja dhe mbi gjithatë ajo që ndërtojmë ne. Është shumë e nevojshme për djemt dhe vajzat e rinj të kuptojnë që familja që ata ndërtojnë është më e rëndësishme se familja nga ata vijnë. Kjo na lidhet pak sërish me Bigun, sepse kishim edhe rastin e Rizartës, e cila tregoi diçka nga marrëdhënia e saj me prindrit. Kështu që teksa unë lexova këtë postim tëndin, më bëri të reflektoj edhe të mendoj që në atë që ne po jetojmë sot, vërtet mund kemi gjëra të pashëruara. Domethënë, edhe ndoshta Big Brother ndihmon edhe për të dhënë mesazhe, po edhe për të kuptuar më shumë rreth psikologjisë Big Brother që shumë gjëra, që mund të ketë kaluar në person. Unë atë të Rizartës e kam dëgjuar sepse masollën shumë veta dhe kërkuan një opinion nga ana ime. Unë mendoj që ka shumë fëmijë të rritur në kushte neglizhente dhe fëmijët e sotëm po rriten shumë në kushte neglizhente se dikur, sepse prindrit e sotëm janë shumë të angazhuar siç kanë qenë dikur, sepse duan të bëjnë gjithçka. Dhe harrojnë që fëmijët janë fëmijë për pak kohë. Shumë e drejtë. Dhe nuk harrojnë. Fëmia nuk harron. Pyetja e fundit përpara se të shkëputemi. Nëse ke Niko diçka tjetër mund t'ja bësh, por nuk e di. Të futi në këtë mood, të thash. Kërkoj ndjes. Pyetja e fundit vjen nga Andi Vrapi, me cilën vajzë do ta ampleksi. Arbër çepa. Andi Vrapi, Andi. Të çkem Andi, çkem. Po dash gjys po nga ton studio vjen Andi nga telefoni. Cila është tipologjia që mund t'i përshtatet shumë arbrit nga vajzat që kemi? Bëja qefin, më shikon në sy dhe më thuaj. Andi e ka shumë të qartë që unë nuk bie për pyetjeve. Po një ose tipologji bjonde. Do të them për ty. Do ta them unë publikisht që ti do shkoje me arbrin. Nuk quhem unë. Unë mendoj që arbrit i duhet dikush që ja mban shakane dhe ironinë dhe sarkazmën, kështu që me kaq them mjaftueshëm. Niko? Pa fjalë sot, nuk e di. Në të vërtetë më kura është bërë dita ime e preferuar. Terapi me problemet e të tjerëve. Ashtu dalin në patë tuat, Niko. Anisa, faleminderit shumë që ishe me ne. Ishte shumë kënaqësi për të gjitha gjërat që ti the, por dhe mesazhet që ndave sot në studio. Psikologët tërsi kanë një lloj vibe energjie dhe çdo që manipulim Anisa. Çdo që të thonë, çdo që të thonë të fusin në një qetësi. Po nëse po bëhet për mirë, manipulim qoftë. Ashtu. Jemi në fund të kësaj pjese të parë, kam britur Valbona, të cilën do ta presim në studio pasi të kemi ndjekur edicionin informativ. Do ta presim dhe pjesim, edhe pjesim. Ja ku jemi. Çfarë tha Valbona? Kemi kaluar u bën nxehtë situata. Ku ke qenë me pushime me arbrin? Live bëjmë këto emisione? Po, live. Që keni këto emisione? Mirë se erdhe Valbona. Mirë se u gjeta. Si jeni? Ne mirë, ti si je? Pyetja është, a ke marrë veten? Sa mirë që dukeni. Edhe ti mashallah duket se përgjithsisht ata që dalin nga Bigu po. Un kam 48 orë që jam pa gjumë.
Mbrëm njerë nuk kam fjetur fare. Isha shumë emocionuar. Se më pritje gjithë Shqipëria Emocionuar aty apo e poshtë, nxehur pak? Top Channelit, po mirë që më pritën mirë se Po mirë do të prisë. se ç'do bëja. Se me thënë të drejtën ke qenë një personazh që i ke dhënë shumë ngjyra shtëpisë të Big Brother. Do me thënë, ke pasur momentet e tua emocionale, na ke emocionuar, ke patur momentet e tua, do me thënë njerëzit thonë që Valbona ka volumin shumë të lartë, po të paktën ti e ngrije zërin. Në atë shtëpi. Jonida, aty nëse nuk e ngrije zërin, të harroje që do të dëgjohesha, se kur e ngrinte zërin shoqja jote Rosalinda Erdhi më fund një ftuar që vjen haku të vitës. Po pra, po Rosalinda u ngjir, ti nuk u ngjire kur. Ajo ngjiret, e di pse? Sepse e di sa ka tonalitetin e zërit. Nuk e di nëse e keni dëgjuar apo jo. E kemi dëgjuar. Fakti se unë nuk jam ngjirur do thotë që Rozana Je përgatitur. e ka të kaluar atë ulërimin e saj prej Rosalindeja. Unë do të dal në mbrojtje bonës se kam një jetë që e njoh, edhe realisht nuk është personazh dhe njerëz që bërtet përgjithsisht, flet me zë shumë njerëzor, normal. Qetësisht, si po flet tani. Ka diçka brenda asaj shtëpie që diçka që do të jetë shejtani Jozi. Shejtani Jozi që kishte bërë edhe për Jozin pastaj, ë? Aman, edhe këtu të flasim për Jozin. Do flasim. Shumë pak, se dua të di një herë si fillim, ti po thua që je pa gjumë, por besoj që me ditët do rikuperosh, dëgjon te kufja apo duhet të ta Jo, dëgjoj shumë mirë, po më kishte marrë malli të dëgjoja zërin ty te kufje. Shoqë me Rozin, po ta bën çep në fund prapës. Është shumë në fund fare do e bind që të mos ta mbështesi më Rozin. Çfarë po thua se mutove? Iko. Gjithë punës. Po thoje që je pa gjumë, po me ditët ti do rikuperohesh, edhe sigurisht që mbrëmja e djershme ishte goxha e ngarkuar për ty e ke treguar edhe këto ditët e fundit në shtëpi. Ishte ngarkesa e gjithë asaj që ndodhi apo fakti që po dili dhe po lije pas të tjerë që ndoshta meritonin të kishin dalë para teje? Jo, nuk e kam menduar atë pjesën e atyre banorëve sepse me thënë të drejtën unë nuk është se disa prej tyre nuk është se i shikoja si konkurrent përballë vetes time. Por ishte dita, 3 ditët më të vështira që kam kaluar në Big Brother VIP Albania 4. Që mbrëmjen që ishim bashkë me Laertin që do zgjidhim nga 2 mundësi që na u dha nga vllai i madh, që ishte një super surprizë. Që nuk do ta harroj kur. Po ti në fakt nuk e kishe menduar që ndoshta në një nga prajmet mund të ndaheshit? Jo, për të ndarë ne donin të ndaheshim sepse unë nuk kisha nevojë të kisha një mbështetje një lojtar. Besoj që ju na keni ndjekur dhe unë nuk kam pasur asnjëherë nevojë të kisha një alat apo të kisha dikë që më mbronte sepse vetëm me zërin tim brillant ja dilje. Mund t'ja dilja që të mbrohesha. Po, nga ana tjetër doja që të ndaheshim, mund të isha një lojtare e vetme, Laerti të ishte një lojtar i vetëm dhe të vazhdonim rrugtimin ton, sepse nuk e di se ç'pati Gjesi. Që ju vuri bashkë. Po, na vuri bashkë, na bëri 2-1. Tha po bëj një të mirë, a ku diun t'i bashkoj këta të dy që më duken larg apo se ç'hall kishte ai, dhe ja ku jemi sot. Po mirë them që ka bërë se i dha mundësinë Laertit të merrte një vendim shumë të rëndësishëm, ashtu siç mu dha dhe mu mundësia për të marrë një vendim të rëndësishëm. Edhe unë isha e para e cila mora vendimin që realisht unë nuk e imagjinoja do të shpinë pa Laertin dhe të isha përballë Laertin do thoshe që unë o Laertin në atë shtëpi dhe preferova që të isha bashkë me Laertin. Ndërkohë nga ana tjetër unë nuk dëgjoj asgjë, as Ledionin, as një zhurmë, por në një moment kur dëgjoj gjithë shtëpinë që bërtiste, po ishin ato ulërimat dëshpëruese. Aty kuptova që diçka nuk shkon. Dhe më pas mësova dhe unë lajmin që zoti Laert Vasili
Kishte zgjedhur Si u ndjeve në atë moment, është Dhe më thënë një mërzitur me Laertin akoma pa diskutim që që ki po. dal, po dhe më thënë ke hatër çka ngjelje. dal? Besoj me kalimin e ditëve do ta Jo, nuk ka asgjë që e ndryshon. Pra Rozana kishte të drejtë që ti nuk do ta falësh kurrë. Dhe më thënë nuk e kam sot dëgjuar me dal Laerti me të dhënë një mundësi. Çfarë mundësie? Për të njohur, për të Domethënë dalë. do dali Laerti jashtë, më japi mua mundësi për të më njohur. Jo, ti ja po Ah, shtit. t'ja japun mundësinë. Po, ti t'ja japësh që të krijoni një lidhje së bashku, një romancë, nuk i dihet se mbase Po, në kamerave ka pasur presion shumë Pa të ai madh. kishte mundësi të më njihte me gjithë Shqipërinë. Pra, po në çdo masi nuk e do me se gjithë të Shqipërinë, botës. do ja jepi këtë shans. E ka intim ai, e ka shumë intim. Do jepi një shans. Ndaj Do shta është herët. në botën tjetër ndoshta. Ndaj është Ndaj është Laerti. pam. Okej, jo. Ndoshta është dhe herët, po puna, të për të Jo, po të ndalemi këtu një herë se ai Pam, s'ka pam, mbaruar punë një herë me këtë. Pastaj të shohim, të mendojmë se çfarë mund të ndodhi në të ardhmen. Vendimi i tij shkatroi çdo gjë. Me thënë të drejtën mora një goditje shumë të madhe edhe u ndjeva e tradhtuar. Ju të thoni po kam dëgjuar disa nga ata të cilët e arsyetojnë që po mirë mos se ai vetëm erdhi, vetëm do ikte, po mirë mos se në fund të ditës do tregohet që ai është lojtar i vetëm ose ti je lojtare e vetme. Po më po. Edhe unë kam ikur pa Laertin, edhe nuk e kam menduar kur që me Laertin mund të kisha atë marrëdhënie që ndërtova brenda shtëpisë së Big Brotherit me ndjesi dhe ndjenja të pastra. Tek ai ju e mbani mend që puntatet e para Në fakt unë po kam ke bërë qëndruar shumë deklaratat. afër me Laertin. Jo, kam Që në bërë fillim, po. që në fillim po se Laerti më gjuajti. Më provokoi kështu edhe thash hajt më ta shikoj një herë domethënë edhe hëngra. Jemi këtu. Jemi që jemi le të jemi. Dhe pak kimi është normale. Po tani atë që e ka ai është shumë karizmatik edhe anët e tij pozitive nuk mund t'ja hedh unë poshtë, po këtë anën e besprerit nuk e kisha menduar ndonjëherë që mund ta bënte tek unë. Edhe mund ta përkufizoj kështu, ndoshta nuk kam qenë shumë e kthjellët atë mbrëmje të thoja që zoti Vasili ju sapo zbritët nga kali edhe me sa duket ju nuk jeni ai zotëria gentleman, kavalier në respekt një vajzash, më tepër kur bëhet fjalë për vajzën që shprehet ndjenjat më të mëdha në shtëpinë e Big Brother VIP. A mendon se do të dëmtoj Laertin kjo dhe në vijim apo do e forcoj? Si e shikon nga jashtë tani që ke dalë? Po tani vimësinë e lojës së tij. unë besoj që ashtu si unë nuk do ta harroj asnjëherë këtë që zgjedhjen që bëri Laerti, që mua më tradhtoi, më preu në bes. Sepse ai zgjodhi që vajzën që dashuronte, donte në atë shtëpi, të largonte nga shtëpia sepse nuk donte ta njihte më. Domethënë kur ti e vë përballë vetes, po i thua që largohu. Domethënë se nuk besoj që Laerti është nisur me idenë që po e zgjedh unë në këtë nominim që të largohem unë, ëh. Po. Nuk besoj. Sepse as ai nuk e dinte, nëse do dilte ai apo ti. Mirë, po njeriu duke nuk shpreson asnjëherë për veten. Nuk besoj që nëse do kishte menduar ashtu, do kishte thënë e di se është puna e Ledion. Piki unë. Unë po iki që sonte. Domethënë edhe dua ta lë bonën këtu në shtëpinë e Big Brother VIP. Qëndron, po. Nuk ju qëndron? Jo. Se ti je shoqja Rozanës, më Jo, motër. shpirt, jo. Nuk e di nëse Unë jam shumë profesionale në Ti nuk e lidhje në pallatin e jam shumë larg. Kemi pak publicitet dhe do të vijojmë sërish. Ta dish ti se kush më thot mua bon që s'po ta them. Kush është ky? Jozi? Jozi më thot Bonçi. Bonçi. Kush të thot mi? Laerti? Laerti, jo, Laerti. Apo ai që po flitet, Gjoja je e lidhur jashtë. Kjo është po e s'je. bukur shumë. Po të pash te Shqipëria Live që the nuk jam. Po tani, domethënë vetëm të bëj një përsëritje tjetër, domethënë unë përshëndet gjithë Shqipërinë edhe të paktën edhe atë timin, nëse do ta kisha pasur diku në një cep të botës të Shqipërisë apo diku do ta kisha
Do e fusje në një mesazh tani kështu të kamufluar. Po ç'është ky budallik, domethënë nuk habitem për faktin që ka ndodhur edhe sezonet e tjera në Big Brother VIP që shumë personazhe kanë hedhur balt mbi personazhe ndoshta për të marrë disa klikime më shumë ose për të bërë pjesë e disa diskutimeve, po është shumë e shumtuar kur në 2 muaj, 3 muaj thua që ajo ka një lidhje jashtë, unë ja di emër mbi emër, e ka me video, ka me foto, po nxirre më ato video dhe ato foto nuk dalin kurrë. Po nxirre, po pse nuk e nxjerr më? Nuk do të bëj asgjë bona. Ma nxirr ta shoh unë, ta shohim gjithë ne dhe të bijem të qetë, se ku i dihet? Ndoshta mund të jem dhe unë, nuk i dihet. Sepse këtu i thoja edhe Gertës edhe Rozanës. Në momentin që thonin që ej, dëgjoj se unë di për ty. Ej, ke qindra kamera aty, ke mikrofonin në trup, ke mikrofona në përshpi, ditë më i motër aty, jep një konferencë për shtyp dhe thuaj. Valbona m'hilli. 1, 2, 3, 4, po kush do ta prishi Terezin, më i motër? Unë e di ku kam ardhur, domethënë edhe unë e di çfarë kam bërë në këtë jetë, kështu që unë nuk i fshihem as një gjëje. Madje edhe Arbën e kam përmend që kam kaluar pushim. Hajde tani na tregoni për këtë pushim. Ku keni qenë me pushime ju të dy? Se ju byet aq parë, po e evituat. Ne nuk e kemi thënë asnjëherë. Po ja ku jemi. Le të jemi. Mos flamë shumë për atë, me kaq se këto nuk duhen të dinë më shumë. Po mund të themi moshën. Ishim të rinj atë mos kuptarë. Okej. Ju falet. Sa ndryshe kemi qenë më Arbër. Pak dielli, pak alkooli. Nuk ishte biznesmen atëherë Arbri. Ishte shpirti i lirë dhe normal. Ti e kishe njëri të thjeshtë. Po, edhe ishte më njohej ashtu siç ishte në tregu tonë. Mirë, ku i gëzën faktin. Shikoj me fantazia, dashka të vëndë. Po, mund ta themi në jalë. Po. Nice. Niko, ke gjë për të thënë? Edhe mund të themi se nuk kemi fjetur në hotel, po jashtë. Tash ishim të rinj, nomad dhe agresiv me Wow. S'na pëlqenin këto gjërat konvencionale kështu. Keni fjetur në çadër. Tani, ndoshta edhe s'kemi pas çadër se s'kishim lek në atë Po tani mbas edhe s'kemi fjetur fare. Edhe mundet. Për te shakave, Bona dhe Arbri janë miq prej vitesh apo Ato mos e thuaj, pse për te shakave? Ku di gjeti? Po, pse di fare. Vetë thatë mon, nëse gënjeni po gënjeni. Ne sot mbajmë marrëdhënie shumë të mira shoqërore. Tani me që jemi të marrëdhënie të mira shoqërore. Sa shoqë ke Jozin Valbona? Me që jemi të marrëdhënie. Sot me Jozin mbajmë marrëdhënie të shkëlqyera shoqërore. Edhe me Jozin, domethënë. Ashtu si me Arbrin dhe me Jozin vazhdoj të mbaj marrëdhënie shumë të mira. Jam shumë krenare për Jozin, me thënë të drejtën. Startin e kishte pak shumë të vështirë, se nuk e di se po ti i dhe një mundësi publiku të njihnin perlat e Jozit. Tamam perla. Kur iku na mori malli për Jozin. Pse? Edhe më shëftoni. Zotria juaj. Edhe mua më mori shumë malli për Jozin, edhe kur erdhi Jozi ju e pat, u rash në qetësi, domethënë. Për te shakave. Shumë e lumtur që u rikthye në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 edhe vendosi më në fund t'i linte më një anë një pjesë të trurit të vogël që se që merrte erë nga njerë. Hynte shejtani herë pas here. Vinte shejtani aty, edhe shqyr që shejtani i Jozit nuk doli pa bërë dëme të mëdha, se jo vetëm i hyri Jozit, po i hyri Laertit, Rozanës, Gertës, të tërve me radhë. Pa. Na preku nga pak të gjithve. Tash çfarë bëjmë Jozit? E ka këtë. Ndikon Jozi. Niko ka bërë shumë postime për ty, Bona. Ke qenë, do me thënë ato datë sa ke qajtur ti për Jozin. Nuk ka qajtur, nuk e di. Një mama që lind në ato momente. Mos fol për këtë pjesë. Të sfidoj të mos flasësh për këtë pjesë. Mendoj unë. Dëgjoj, as vetë nuk e kam kuptuar sa shumë për Jozin. Por kam kuptuar diçka që unë atë shtëpi që në ditët e para kam qenë shumë e sulmuar.
Edhe Jozi ishte vetmi shok dhe mik që kisha në atë shtëpi, edhe pse ne nuk kemi luajtur kur bashk, nuk kemi bërë kur aleancë bashk, nuk kemi bërë kur skema bashk, se si të godasim. Përveç njërës që goditës. Po kur bashkohemi unë dhe Jozi o bëjmë gol ose bëjmë fare. Edhe u ndjeva shumë keq për dy arsye. Për faktin që i shkau nga dora situata në fakt, po. Nga dora situata, po donte të bënte një krahasim, po nuk donte të thoshte atë që i shkau goja, edhe unë ndjeva keq sepse gaboi rënd, edhe nga ana tjetër ishte fakti që po ikte Jozi, se unë Jozin e kisha shok. Edhe ishte i vetmi person që kisha brenda në shtëpi. Shpeshherë ai na ka treguar që ai kush? Jozi, që nuk jeni dhe kaq shok. Domethënë ka bërë ca pikë pyetje që ne pastaj ishim tani janë apo s'janë shok. Kanë qenë apo s'kanë qenë bashkë. Në të vërtetë të betojmë, nëse do rish të kontrollosh që të sugjeroj pak më vonë që të çlodhesh e kështu, do shikosh që shpeshherë ka treguar që nuk jeni miq, nuk nga fjalët që ka thënë, nga epitetet apo Joz misteri. Po ai ishte as shumë i lezetshëm sa edhe në shtëpi e linte këtë të kuptohesh. Edhe i thoja, "More, po pse nuk e bërtet këtë gjë?" Domethënë, pse nuk e thua? Po mirë më tha, "Këta do merren me diçka", tha, kupton? Po, le të merren me këtë. Që doja lë këtë. More Jozi tha se më lodhe me këtë gjë, sepse muajin e parë unë bërtisja Ledion, po jo Ledion, unë e kam, është shoku im i ngushtë, po shoku i vëllezërve, ai tha, ai mbas 2 ditësh del në një video me Valbonin që thoshte, po vëllezërit si e kanë emrin? Jo, ta sqarojmë ndonjëherë. Ta sqarojmë ndonjëherë se ju nuk keni faj, se tani unë kam 2 vjet, për tek saj kam 2 vëllezër biologjik, falë Zotit, edhe 2 vëllezër jo biologjik. Tani Jozi është shoku i 2 vëllezërve të mi jo biologjik. Dhe Jozi nuk kishte nga ta dinte se si e kishte haruar, me thënë drejtën, sepse ai kishte folur edhe disa ditë përpara se të futeshe në Big Brother. Ose ka bërë sikur. Po ai vdes ti bëj ti lër këto gjërat të kesh kuptohen etj. Ai dhe mbasi bëri prengun me mua. Në momentin që sërish ja thoshte Gerta, po jo po bona, të pëlqen, jo po bona kështu. Ti kishe pëlqyer për Gertën? Ai për Gertën vdisja. Vdisja fare. Se dëgjuam dhe këtë që kishe një flirtim. Po. Gerta mbas ditës së 80 u zgjua, mbasi më kishte akuzuar nga mëngjesi deri në darkë se unë isha një vajzë e pamoralshme. Dinte jetën time, edhe unë ftoja shpesh herë dhe atë të jepte një konferencë për shtyp për sa i përket jetës time private, personale e për gjërat e mia. Pa pritmas u zgjua një ditë, mbas 80 ditësh, dhe thashë Valbona tha pëlqen, ka flirtuar me mua edhe pëlqen femrat, ajo vdes për mua. Apo mos mua afro. Gerta. Policia ka visi polici. Dhe i thash Gerta se ti je shumë e zgjuar i zemër, i thash, edhe ti duhet ta ndash mendjen se mbas 80 ditësh që unë flirtoja me djemt e shtëpisë dhe isha sa me një krevat, një natë gdhiesha te njëri krevat, një natë te krevati tjetër, një natë te tjetri, tani ndaj mendjen. Ku jam? Kam përshtypjen që ishte edhe nga kam përshtypjen që kishte qef që më kishte pranë, kishte kështu alat. Edhe unë e kam menduar. Bona, më që jemi te kjo pjesa. Domethënë ti ke treguar që ke qëndruar me njerëz ndoshta të cilët ke pasur debate shumë të forta, je pajtuar me njerëz që ke thënë që nuk do t'i falje kur, ju ke qëndruar pranë edhe pse mund të kenë lënduar, pra i ke patur, siç e thash fillim, të gjitha ngjyrat. A mendon se do të ketë miqësi tuat me një pjesë të banorëve dhe me cilët pasi të mbaroj ky edicion? Po thuaj një emër me kë tani. Jo, mendon ti me cilët mund të kesh ti një marrëdhënie edhe miqësore pasi ky edicion mbaroj. Tani un jam shumë e lumtur se vetëm pa pak çaste
para se të vija këtu, unë pata një komunikim me Xhibanin, isha shumë e shqetësuar për sa i përket gjendjes shëndetësore të babait. Fal Zotit ishte mirë, edhe Xhibani sapo hapi telefonin, ju mbushën syt me lot, po qante dhe filloi duke kërkuar falje, edhe pata një bisedë me Xhibanin sepse realisht isha e shqetësuar për sa i përket gjendjes shëndetësore të babait. Ishte shëndoshë mirë, shumë e lumtur për këtë lajm, dhe isha mirë që edhe Xhibani ishte mirë, domethënë edhe ne si emisione duam shumë Xhibanin, po sidomos Leje do më shumë se ne. E ke humbur një pjesë. Mos ndoshta ka rënë dashuri dhe me ty Lej. Është kundërta. E kundër saktë. Xhibani është Lej, ti ke rënë dashuri me Xhibanin. Kur Valbona është thjesht E pëlqente në fillim. Dashuri nuk mund ta themi, por taktik do flirtoja në shtëpi me Xhibanin. Shaka, kupton? Po mirë, ashtu më tha dhe mami mua, po të shpate moj, po të pakte më mirë ti ishe marrë me Xhibanin moj, Të drejtë kishte se ai luftonte për ty, edhe pa të patur. Me thënë drejtën, ka luftuar shumë, më ka mbrojtur shumë. Më vinte, më thoshte, të lutem, po të paktën më fol, paktën më ki shok, kupton? Edhe se ke varur. Edhe jo, unë pata shok, po pastaj se që u verbua. Se që u verbua Xhibani, nuk. Ti moj ti. Edhe ti. Jo, u verbua Xhibani u verbua, unë sapo kisha filluar duke u verbuar, po nuk u verbova do tamam, se po t'isha verbuar arbri e di se kur verbohet bona, mos e di para. Mirë, kemi edhe një publicitet, se do të vazhdojmë ne, Bona. Bona, më duhet ta pranoj, edhe pse jam shoqja Rosalindës, që je shumë e lezetshme, domethënë. Edhe se ka kënga West Side Family, s'dua ta pranoj, por e pranoj. Jo, në fakt në fakt to emisione i regjistroni ju apo jemi live është shpirt. Jo, domethënë se me den që mos i dëgjoj Rozana se po doli. Jo, nuk ka dëgjoj këtë. Nuk ka lidhje. Shikoj se këta bëjnë gjithmonë shaka me mua, por unë nuk si ka reaguar Rozana kur i dërgova mesazhin. Si, na tregoj. Jo, Nita! E pashmi se e kam video. E kam postuar. Dola dhe Miss Kombinati. Po thoja që nëse do ta kishe provuar ti kishe dërguar edhe një mesazh nga divani aty me sy do ta lexonte, po hajde shkojmë te tjetra. Bolluar xhove. Nëse do të jepej mundësia që të bëje një reflektim sa i përket lojës tënde, si do ta kategorizoje dhe a ka ndonjë pendes ose diçka që mund ta kishe bërë ndryshe? Nuk do ndryshoja asgjë, edhe sepse loja ime ka qenë e vërtetë, e sinqertë, nuk kam pasur lojë me thënë të drejtën, edhe nuk kam çfarë ti ndryshoj. Vetëm gjë që ndoshta keq kuptohet nga Bona është se aty në shtëpi, nëse ti nuk e ngre zërin, nuk të dëgjon njëri. Nëse ti flet me zë të ulët, siç po flas unë tani, nuk bën njëri muhabet me ty. Aq më tepër debat fare, domethënë. Edhe unë kisha vënë re diçka që nuk vinin asnjëherë për të folur me tonalitete të ulta, të diskutonin kështu qetësisht, por Gerta vitet gjithmonë me fjalën e fundit, vetëm me sharje. Ashtu përfundonte ai debat. As debat nuk ishte, thjesht kishte kështu luftë fjalori kush shan më mirë dhe më bukur dhe me elegancë dhe me klas. Kështu që e vetmja gjë që më ka edhe mua faktikisht më thoja, "Ua, po pse ne duhet të përdorim këtë tonalitet të lartë?" Sepse ishte Laerti që artist, Rozana artiste, Gerta gazetare, kishim edhe regjisor, aktor të tjerë, edhe starti i tyre ishte shumë i vrullshëm. Nëse mbani mend që në puntatën e parë që në prajmin e parë filluan duke u lëritur, mua më kishte në mendoj situata me Xhibanin,
Dhe unë shkreta as nuk e dija fare, domethënë unë përjetova keq dhe ndava me ato që doja ta ndaja. Dhe domethënë ke bërë gjëra të mira në këtë edicion. Ke kthyer dhe Xhibanin dhe Jozën. Po, ato u kthyen vetë, me thënë drejtën. Po prej teje. I solli Gjesi. Jo, flas që në fillim kur Xhibani pa akuzoi dhe tha do lë shtëpinë. Po. Xhibanin e kam ndaluar 3 herë që të mos ikte nga shtëpia. Jozin e kam ndaluar 1 herë se një herë s'bëri të vështirë. Nuk është se kam nguli që të dilte. Nuk u lodha fare, domethënë nuk më lodhi. Thash do rish këtu dhe pike dhe tha nuk e diskutoj, Dori. Xhibani ka pas disa momente të vështira sepse ai është një djalë shumë emocional. Unë kam kaluar, me thënë të drejtën, momente shumë vështira me Xhibanin. Po debatet forta. Debatet forta, po sikundër se kam kaluar momente shumë të vështira, debatet forta, edhe në ofeza të mëdha, po ashtu kam kaluar dhe momente shumë të bukura me Xhibanin, sepse Xhibani sa shpërthente, vinte mbas 1 orë, 2 orë, 3 orë dhe të kërkonte falje edhe të përqafonte dhe thoshte që duket si një libër i hapur, pra ai atë që shef ai është. Është, domethënë Xhibani ishte pak i pa parashikueshëm, se sa tonte të kam shpirt, të kam zemër, të kam motër, të kam jetë, se ndryshuan ndjenjat. Ndryshuan, i kaluan kështu edhe isha e qetë atëherë, domethënë ishim shumë shok. Ishit më shok. Ku shkuan ndjenjat? Ikën te Danja. Ikën te Danja, qëndruan aty dhe mua më kishte shoqe. Motër. Pa, më bë motër e vlla. Shumë mirë. Se aty o do bëhesh e motër. Ti ki pas përballje shumë me Gjestin. Pastaj the që Gjesti do ta fitoj Big Brother. Pse mendon pikërisht Gjesti? Tani Gjesti kur erdhi në shtëpi, sërish unë isha ajo që me sa duket e kishte në shënjestër për ta sulmuar dhe që kur hyri mu bë mastiç nga mbrapa, më ndishte kudo, duke më ngucur në ngucjen e Gjestit. E provoj disa herë, duke përdorur një herë që unë po e johshja Gjestin si mashkull. Se imagjinoj do të bonën me Gjestin më shumë. E kupton ti tani? Edhe do kisha dashur shumë të kishte një femër nga në lojë si puna ime, se aq ngushtë doja kishte sjell Gjestit sa s'ka më, po fatkeqësisht dhe fatmirësisht për Gjestin i qelloi të kishte Eglin edhe kështu që e kishte lojën e lehtë. Dhe më pas vijoi me grisjen e fotografisë që më nxio. Ju përgjërova, po nuk pati mëshirë fare, domethënë. E grisi me qetësinë më të madhe. Por më pas, bëri dhe disa lëvizje të tjera me kapelën, e mori, e vuri në kokë, kapelën e babit. Por Gjesti ka diçka. Gjesti është mbas këngëve të Jozit dhe koncerteve që ne bënim, që mua më falin shumë kënaqësi, ishte pikërisht Gjesti që mua më bënte përqeshur në atë shtëpi. Gjesti kishte mision, domethënë vinte të nguste dhe thoshte, krijova situata, por nuk krijova. Do dalin prajma apo jo me këtë situatë që krijova. Domethënë, ai të nguste dhe ikte dhe vinte dhe thoshte, si shumë të mërzit me jam të pa, edhe unë këtë mërzit se ti e ke, du me nda me ty, du me vujt me ty, du me të ba me kesh, thosha. Do qajm bashk, do qeshim bashk, do rrim bashk, derisa ty të shot lumtur. Edhe domethënë nuk donte të çitet mërzit. Po, ai të gacmonte dhe të vinte të kërkonte edhe falje në mënyrën e tij. Edhe ai fliste gegnisht, unë gegnisht, edhe shpeshherë ma kujtonte. Domethënë ti dhe dialektet Të mbetin pak këto dialektet, mos e i bër kështu super e famshme në 90. Jo më se këtë dialekteve, si ndryshonin dialektet. Për 1 minutë. Te posku ku dush ti, domethënë. Dgjoj. Edhe për ta përfunduar me Gjestin, edhe dhe
Gjesti Besart Kelmenti është djali më fani, më simpatik në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 dhe unë uroj me zemër që ai ta fitoj Big Brother VIP. Ne kemi pasur biseda të gjata kohët e fundit me Gjestin, kemi biseduar dhe jemi hapur shumë me njëri tjetrin, me bisedat tona shumë të sinqerta, por edhe shumë konfidenciale. Dhe realisht unë mendoj që e meriton Gjesti, se kemi një Rozan që shoqja Jonidës, domethënë. Po loreni këtë muhabet më jashtë studios. Domethënë nuk e meriton absolutisht, është një dinake, një manipuluese. U shkrini. Jo, se po mendoj që mund të jetë era fundit tek Pardon My Friends. Jo. A vërtet? Jo. S'ka problem. Okej. Jo, Nuk ka problem se unë ta shaj dhe më rënd Rozana. Vazhdo. Jepi. Edhe realisht uroj dhe shpresoj që Po një finale imagjino midis Laertit dhe Gjestit bash. Thellë në Sa zemrën po e tha tënde. pra Rozana Gjesti. Ta lëm si muhabet. Rozana Gjesti mendoj. nuk besoj që Po nëse do dilte Laerti. nuk besoj që do të jetë Në dyshe thua? Laerti në dyshe. Sepse Laerti vetëm me Valbona Mhillin mund të kishte siguruar E vërtet. ndoshta dhe fitoren e Big Brother VIP Albania 4. Në dyshe po nuk diskutohet, domethënë, po do ishim aty kok me Gjestin. Kështu që e ka humbur këtë betejë. Edhe çudi e madhe, nuk e kisha pritur kurrë që Laerti që e kam bërtitur fort. Laerti është Laerti, nuk është më Laerti, po është Laert Trathari, Bespreri. Bespremi, siç thon çun. Bespremi. Tani Valbona dalim pak te zona e nxehtë. Laert Bespremi. Po. Sigurisht që për ti e E keni dish. parë Laertin sa happy ka qenë sot, ha? Që Keni parë ndryshime? Jo, sot nuk i kam ndjekur me të drejtën. Edhe kërcente kështu me Rozanën, ata që nuk flasin, nuk vjen, mbajnë kështu. Man Mojonita, se ku i ke gjetur më mot? Une. Shpunga unë ta. Po le të përqafojmë. Le të kërcejmë, shpunga unë ta. Valbona ti e di shumë mirë që personazhet e Big Brother VIP janë më të komentuarit, jo vetëm të momentit në mediat, në top media, por edhe në çfarëdo lloj portali të mundshëm dhe gjithandej. Në deklarata të ndryshme shumë personazhe japin opinionet e tyre sa i përket banorëve dhe për ty. Çfarë kanë thënë për mua? Është shumë e freskët, është thënë pikërisht në këtë studio nga Milaim Zeka. Ka thënë pikërisht kështu. Njerëzit që më kanë zhgënjur më së shumti në këtë Big Brother, një prej tyre është Valbona, të cilën e kam pasur shoqe, më ka zhgënjur loja e saj, absurditeti, dhuna, vulgariteti, madje ka deklaruar që Ka deklaruar shumë gjëra, po ti zonin e nxehtë nuk e përfundon. nuk e mban dot leji që ka deklaruar gjithashtu që ti në fakt e ke një lidhje jashtë dhe ai është 100% i sigurt për këtë. Milaimi. E tha Junita, jo. Atëre, Po pse se thava emrin si gjithë tjerët, pse na lë kështu mua më vjen shumë keq që Milaimi është zhgënjur nga unë. Unë realisht kam një respekt shumë të madh edhe për Milaimin edhe për pashortën Edën. Edhe sa herë kam qenë, sa herë më çdon mundësia për t'i takuar, i kam takuar, edhe kam konsiderat shumë të lartë. Megjithatë, ato që i siguroi Milaimit, edhe ai di që unë jam një vajzë veriore, e di parimet e mia, edhe di se çfarë vajze jam. Unë në shtëpinë Big Brother VIP Albania 4, jam futur dhe kam qenë një vajzë pa një lidhje jashtë, edhe nuk kam lidhje, domethënë unë nuk kam dikë jashtë, domethënë mua nuk më priset dikush jashtë. Për këtë e siguroj Milaimin, edhe për gjithë ata të cilët kanë folur për një lidhje time të mundshme jashtë, do doja shumë që këtë lidhje ose nëse kanë diçka tamam nëse e din të sigurt. Ta thon, pa diskutim që unë me Milaimin ashtu siç ai bën bisedat e tij me mua dhe unë kam bërë bisede me të. Unë nuk jam futur në Big Brother VIP sa linda, sa më bëri mami dhe vajtet e Big Brother VIP. Do me thënë, unë kam pas raportet e mia jashtë.
Edhe për kjo s'do thotë që ato raporte kanë përfunduar ose kanë qenë të përfunduara kur ti ke hyrë aty. Ndoshta Milaimi nuk është updateuar me të rejat e fundit në jetën tënde personale. Shumë kohësh Milaim. Kështu që është e mira që përpara se të bësh deklarata, të prisje ose të shkoje në shtëpinë time, të takoje Sofina dhe t'i thoje more vajza jote, a vazhdon më me filanin apo s'është më? Nëse vazhdon më ta thoje Milaim, nëse vazhdon, nëse është e bëra lëmsh, nëse është tuje, nëse s'është thuaje gjithsesi. Jam, je. Po më e çuditshme është, unë ftoj pak unë faktikisht edhe nuk kam dashur ta prek, po më qenë se jemi shumë happy, shumë fani duke kaluar me ju këtu. Çudia më e madhe ka qenë e një vajze me emrin Shqipe, që besoj që do të ndeshem ose do ta kem në fan club, ka marrë vesh që është aty, që flet me bine më të madhe, që unë kam foto, video të lidhjes së Valbonës. E para, e nderuar Shqipe. Nëse do ta kesh në fan club përballjen me të, po. Po, nëse do jetë aty, po ja jap këtu dhe kur t'jem atje thjesht nuk do i flas fare. Nëse kur merr përsipër për të folur për Valbonën, për Leonidon, për Arbrin, nuk është nevojshme dalësh bësh telenovel një muaj, domethënë. Unë e di, unë i kam, po unë se them dot se është shumë konfidenciale, thuaje. Domethënë kush di gjë për mua, bashkë me Gerda Gixharin të dali që tani dhe ti thotë të tëra. More me video, more me foto, more me emër, mbi emër, adres shtëpie, çfarë makine ka, po ndoshta s'ka makinë, ndoshta ka bicikletë, çka ka gjetë, motor, monopat, siç thoshte Loredana, ndonjë papaç diku rrotull, po thuaje moj motor, mos e mbaj një muaj, thuaje nuk mëritet bona. Kështu që të gjithë ata të cilët dalin edhe hedhin helm fund ditës, nëse ke diçka thuaje mo, mos pse duhet i lësh shu? Po, në pritet madhe. A thu ti, unë kam qenë lidhur me Brad Pittin apo me Donald Trump. Ato se dim se unë jam se më tani je çik më Melania Trump. Unë në fakt po e pres Donaldin, po nuk e di ku është. Është i zënë për momentin me sozin tënde. Valbona, kush është lojtari më i mbi vlerësuar në atë shtëpi? Më i mbi vlerësuar? Po. Nga kush? Nga ne? Në përgjithësi që edhe nga ju, që mendoni për shkak se ka ecur kaq shumë, nuk e kuptoj çfarë taktike ka përdorur ose çfarë bën ende në shtëpi. Po ke lojtar aty faktikisht se për ironi gjithë atë buj që për ironi të fatit i ke akoma aty, domethënë, i ke ne ishim në një shtëpi shumë të madhe, të bukur, luksoze, që ne, disa nga ne që kishim shumë situata, nuk na u dukte si një resort për të kaluar pushimet, kurse ke nga ato banor që për 2 muaj e gjysmë ka qenë thjesht një resort. Si për shembull? Si për shembull ti ke Aldon aty brenda, ke Danjën, ke vetëm 2 javët e fundit të cilët kanë po çfarë kanë bërë ata? Domethënë kanë dalë dhe kanë thënë ti Aldo më duket që më pëlqen ti mua, domethënë pas 2 muaj e gjysmë, sytë tu më tregojnë diçka tjetër. Nga ana tjetër del Aldo dhe i thot Danjës, Danja, ti ke flirtuar me Laertin. Edhe ne tani bëhet gjërontia. Një dy shashka i pas kanë hedhur. Se ne po e prisnim shumë seriozisht si çfarë. E pa dhe bukur shumë e suspas, ishte gati si poezi, dhe vjen Aldo tek unë. O me qëtësi më të madhe. Aldo me ty do dilte kokën kërë. Tani qëtësi prap. Edhe më thot Aldo, po të s'të vjen sor, ti duhet të zjesh me Danjën. Pse edhe mund, çka ngjar? Po s'të vjen turp ti. Ti në vend se të çohesh dhe të shkosh si kërkosh llogarit Danjës, pse ka flirtuar me Laertin, ti ri këtu moj, s'të vjen zor. I thash Aldo, po unë nuk kam parë një gjë të tillë, kështu s'kam se reagoj, domethënë. Dhe Aldo atë momente u ndje shumë keq, sepse po
po priste një përballje. Po mirë, çfarë fiton të Aldo se ziheshit ju të dyja? Pra pa Aldon Kolltuk duke nisur do ishte. O zemër, po nuk dilin domethënë doin kapnin Prime-in, domethënë me Bonon. Unë mendoj se ti ke pas strategji, zemër. Nuk e shënaq, e di pse, ka qenë nga të para që solli një muhabet të jashtëm dhe ka qenë me Gertën, e mbaj mend shumë mirë për Po jo Moniko, çfarë strategjie me. Për nëse do hy do marr një makinë, do bëj, e thash bravo. Jo, ose i kishte shumë spontane dhe ishte një batut. Domethënë se të kem pas strategji se ta them atë batutën që Gerta e kishte thënë lart e poshtë në mbledhje, poshtë e lart e poshtë. Tani mua më shpëtoi ajo batuta kështu, po nuk është të ishte strategji tash, strategji ti thua Gertës ashtu. Gerta që po të ishte strategji nuk do ta kishte thënë, Niko. Mund të përdorte diçka tjetër. Jo, Gerta që kur javën e parë tha unë kam fituar Big Brotherin, kështu që se di çfarë Big Brother ka fituar ajo, po. Jo këto. Nëse. Këto jo. Ajo do vi. Po, ashtu thotë Xumi do fik dritat. Ajo do vi një tjetër Big Brother për ta fituar. Se bëhet fjalë. Duhet ta shohim tani deri në finale se nuk i dihet asnjëherë. Un kam dëgjuar se mbas disa vitesh do jemi Arbër Çepani, The best, the best. Ajka dhe. Edhe do shkojmë atje. Po. Edhe do flirtoni me njëri tjetrin. Do jemi një treshe e mirë. Tani Valbona, duke qenë se po i drejtohemi fundit, si mendon se do të ndryshoj tashmë që ke dalë nga Big Brother, jeta jote, flas edhe profesionalisht po edhe personalisht? Domethënë, ose çfarë ka ndryshuar më saktë? Jeta, e disa e bukur më duket jeta tani. Si pa gjumë që je. Dëgjoj, fakti që un kam 48 orë pa gjumë, do thotë që un kam dalë me një energji shumë të madhe nga ajo shtëpi edhe besoj që do t'i mbash motorët ndezur. Pa diskutim që po. Nuk ato janë ndezur që me datën 21 dhjetor dhe nuk e di kur do fiken më, sepse ka qenë një ndezje që kam përshtypjen që nuk ka njeri që i fik më, kështu që mos më dali njeri përpara. Pa diskutim Jonit që unë pres që të më ndodhin gjëra të bukura. Kam vendosur që unë mos të vuaj më, mos i përjetoj gjërat siç i kam përjetuar pak kohë më përpara. Pasi 4 vjeçari që kam lënë pas ka qenë shumë i vështirë për mua, si në jetën personale, si në jetën familjare, si në jetën profesionale. Kështu që shpresoj që ka ikur edhe ky vit të jetë një vit i mbushur me plot surpriza, edhe gjithmonë duke bërë gjëra të bukura dhe gjëra që lën gjurmë, ashtu siç di vetëm Valbona Mhilli ti bëj këto. Dhe gjithashtu të jetë viti im ky vit. Ta urojmë këtë. Dhe shumë suksese Valbona. Përpara se ta mbyll të bisedë, unë sinqerisht me plot zemër dua të falenderoj gjithë produksionin e Big Brother VIP Albania 4, të cilët kanë qenë me një përkujdesje të madhe ndaj nesh, sepse ne vërtet bënim debate, ulërisnim, gërthisnim, a thut se çfarë ishim, po kemi qenë shumë delikat nga anët e tjera që e disa shpesh sëmureshim. Po, Jonida, jeni smurur shumë këtë vit. Nga 97 ditë të Big Brother VIP Albania 4, Rozana Radi 90 ditë ka qenë e smur. Kështu që edhe smuri shkon në krevati, pra. Kështu që kanë pasur një durim shumë të madh me ne, kështu që faleminderit shumë për çdo gjë, faleminderit ata të cilët më zgjodhën, më besuan. Fillimet për të nisur rrugtimin në Big Brother VIP Albania 4, me thënë të drejtën unë kam qenë pak skeptike për arsyet e mia familjare, personale gjithashtu,
por që faleminderit Që the po. Faleminderit atyre që ma propozuan edhe faleminderit që Zotit që thash po, edhe jam shumë e lumtur që provova këtë rrugtim që është e di si ka qenë për mua. Për mua ka qenë si një jetë reale. Sidomos nëse përshkruaj Tamam një reality. Jo, vitet e fundit unë kam pasur vetëm sulme. Domethënë, ka pasur disa ditë qeta, pastaj sulme sërish, pastaj përballje, krisje miqësish, krisje ndjenjash, po krisje tradhti. Domethënë ka qenë dram, komedi, çfarë nuk kishte. Kështu që ka qenë një eksperiencë edhe shumë e vlefshme për mua. Që vetëm Big Brother ti e Arbrit di shumë mirë, po në kohën e Arbrit këta kanë qenë shumë të qetë me motor. E di shpirt se kam qenë aty. Po, nuk kemi qenë bashkë, Kemi qenë të qetë. Bona të urojmë shumë suksese, faleminderit. Ishte një intervistë më intensive dhe të këndshme që kemi pasur. Shumë bukur nga asfalt. Tani dua të them diçka se Niko. Shpresojmë shumë që intervista e radhës të jetë me një projekt të ndin që mund të kesh për ta prezantuar. Unë dua të them diçka për Nikon. E falenderoj. Që të ka bërë meme. Jo, e falenderoj shumë sepse unë kam një mikesh që Nikon e do shumë, edhe unë nëpërmjet mikeshës time kisha arritur të dashuroj Niko Komanin. Edhe thank you Niko. Kemi lajme për mbështetjen edhe jam i lumtur që isha sot të takova. Kështu që Veçevani ti di që unë të dua. Edhe unë shpirt. Një deklaratë shumë e fortë kjo në studio. Kurse gocat ju jeni të mrekullueshme. Faleminderit shumë Valbona, shumë suksese. Dëgjohemi të mërkurën tjetër dhe kalofshi sa më mirë deri atëherë. Ciao.